Përshëndetje, mirë se vini në rubrikën tonë mua më quajnë qartësi. Unë jam Ana dhe si shmënjini të gjithë, jam mësuesja për mësimin e dizajnit në Canva. Sot do të flasim për një temë që ju e keni kërkuar shumë në të gjitha komunikimet që kemi patur së bashku dhe është tema që ka nevojë shoqëria me vrullin që po merr në punën online. Pra, është pikërisht tema e prezantimit. Si të krijojmë prezantime? Prezantimet na duhen në punë, në shkollë, në trajnime, në webinare, në fjallime publike e tjerë. Më përpara, çfarë është bërë? Prezantimet, për shembull, ne që kemi studiuar në universitet, por dhe të gjithë ata që kanë zhvilluar të paktën ciklin e arsimimit të mesëm, u është dashur që të krijojmë prezantime në mënyra të ndryshme më përpara teknologjisë kemi zhvilluar, i kemi krijuar në pankarta dhe më vonë në PowerPoint. Por tani Canva ka përfshirë të gjitha hapësirat e mundshme për të krijuar prezantime shumë të bukura. Dhe në qoftë se ti nuk e kohë që ta krijosh hap pas hapi, që ne mësojmë në dizajn, duke vendosur identitetin e brandit tënd, me ngjyrat, por thjesht të duhet një prezantim për ta shfaqur, prezantuar, domethënë për ta shfaqur diku tjetër, atëherë Canva të jep mundësinë që ta konvertosh tekstin që ti ke zgjedhur në prezantim. Atëherë, vazhdojmë. Pyetja që është bërë më së shumti nuk është vetëm si të krijojmë një prezantim, ku ta krijojmë një prezantim, por a duhet të jenë të qarta dhe tërheqëse prezantimet tona, është pyetja, kujdes, po thjesht shumë fjalë në shumë slajde. Kur flas për prezantimet, më vjen ndërmend edhe gabimi që bëjmë më të shumtët në më të shumtë të rasteve, unë shoh të njëjtin gabim si te prezantimet dhe tek pjesa e karuselve, që ju i prezantoni shpërndani në Instagram. Ajo që shoh dhe është gabim dhe ma vret syrin janë shumë fjalë. Shumë fjalë dhe audienca jote trembet nga tërësia e këtyre shumë fjalëve të vendosur aty dhe largohet nga prezantimi yt, pra përqendrohet e humbet vëmendjen dhe nuk kupton thelbin. Pikërisht, për këtë do flasim në këtë episod. Si të krijosh prezantime profesionale në Canva, si të organizosh strukturën vizuale të slajdeve dhe çfarë bën një slajd, një faqe të prezantimit tënd efektiv, të kuptueshëm dhe estetik. Pra, nga këto tre gjëra, ti kupton dhe nxjerr pikaplani që pikat kryesore. Një prezantim duhet të ketë slajde që të jenë efektive, të kuptueshme dhe estetike. E jani se si ti krijojmë këto. Canva nuk është theksoj dhe ta rënjosni mirë që Canva nuk është vetëm për postime në rrjetet sociale. Canva nuk është vetëm për postime në Instagram, por kjo platformë është një mjet shumë i fuqishëm për prezantime. Pse? E them këtë. I them sepse në Canva ti ke një librari të madhe. Aty përfshihen qindra template profesionale për krijimin e prezantimeve. Por ti do më thuash, po unë e dua ta bëj prezantimin nga e para, ta krijoj autentik, ta kem vetëm unë, jo të tjerët, jo si të tjerët, jo të ketë një të dytë si puna ime. Nuk ke pse të ketë një të dytë, nuk ka pse. Por ti thjesht do përdorësh këto qindra template për të krijuar ide dhe për të krijuar iden tënde unike. Çfarë ka në Canva? Është intuitiv për të përdorur. Pse e them këtë? Nuk jemi të gjithë graphic designer.
Atëherë, kjo do të thotë që nuk kemi bërë të gjithë të njëjtin rrugëtim, duke mësuar të gjitha manualet dhe këshillat specifike për të krijuar dizajne. Je fillestar dhe ti të duhet që të bësh një prezantim. Çfarë do bësh? Canva ta jep të gjitha instruksionet, të jep iden që ti të fillosh ta përdorësh edhe pse je fillestar. Mund të bashkëpunosh me të tjerë në kohë reale, pra ke Canva Team është shumë opsion i mirë, të ofron që projektin ti e punon dhe dikush tjetër është po aty bashkëpunëtori jot që shikon të njëjtin projekt që e duke punuar dhe ju të dy bashkëpunoni dhe shtoni, hiqni pjesë të panevojshme dhe shtoni pjesë të nevojshme, duke krijuar një punë, wow, super. Në kohë reale, jo më vonë, tani çfarë bën tjetër? Lejon downloadimin ose ndryshe mund ta gjeni edhe eksportim, se e kam përdorur një herë në një postim dhe më keni thënë çfarë është eksportimi. Eksportimi është downloadimi dhe ndryshe është i shqipëruar shkarkimi në formate të ndryshme, pra në formatet PDF, po flasim për prezantimet. Prezantimet mund ta shkarkoni në formatin PDF, por edhe në PowerPoint, por edhe prezantim direkt live nga Canva. Atëherë, janë tre opsione shumë të fuqishme dhe shumë të mira që të ndihmojnë ty të jesh jo vetëm në të krijon mundësinë që të prezantosh, por ta prezantosh bukur dhe ta prezantosh edhe live dhe ta prezantosh në formatin e PowerPoint që ndoshta ti je mësuar ta bësh më përpara nga projektet që ke zhvilluar shkollë, ke krijuar në universitet, ose gjatë punës tënde si në çfarëdo lloj profesioni që mund të kesh. Fillojmë me pjesën e parë. Si të nisësh të krijosh një prezantim të suksesshëm. Fillo me dizajnin apo me mesazhin? Kjo është pyetja. Fillo me mesazhin, pastaj me dizajnin. Para se të zgjedhësh një template, se e di që shumica më e madhe nuk fillojnë nga faqja e bardhë, nuk fillojnë nga scratch, nuk fillojnë nga e para. Fillojnë nga një template që e marrin nga libraria të cilën Canva e ofron. Pra, fillo me mesazhin dhe jo me dizajnin. Para se të përzgjedhësh këtë templatein, këtë shablonin që ti e do dhe do ta përpunosh, derisa të krijosh templatein tënd unik, se në fund të fundit prezantimin që ti e krijon një herë mund ta përdorësh edhe herë të tjera, thjesht ndryshon temën dhe elemente të caktuara të krijuar, domethënë të sillësh element të ri për temën që je duke folur. Por para se gjithashtu ti do pyesësh veten, cili është mesazhi kryesor që dua të përcjell? Pyetja që do i bësh vetes. Te kam thënë, edhe kur ti fillon krijon, çfarë mesazhi dua ti përcjell audiencës? Kush është audienca ime që do më dëgjoj në këtë prezantim që do bëj? Cili është qëllimi i këtij prezantimi? Të informoj, të bind, të inspiroj. Çfarë qëllimi kam me këtë prezantim? Po janë pyetjet që do t'i kesh në mendje kur të zgjedhësh templatein. Këto janë pyetje kur ti të zgjedhësh tonin që do përdorësh në shkrim. Teksti nuk është thjesht një tekst. Teksti ka zë, ka ton. Teksti nuk është i njëjtë për të gjitha audiencat. Jo të gjitha do ta kuptojnë të njëjtin tekst. Kështu që ti do të jesh shumë i qartë në lidhje me audiencën që do kesh në prezantim, në mënyrë që të përdorësh strukturën e duhur, templatein e duhur, tekstin e duhur, tonin e duhur të shprehurit. Prandaj do kalojmë, pasi i ke bërë këto pyetje dhe je i qartë, do kalojmë tek struktura bazë e prezantimit me anë të platformës Canvas. Çfarë duhet ketë një prezantim në Canva? Duhet ketë të qartë një herë që është jashtë Canvas qëllimin. Kemi hyrjen. Kemi pikë kryesore 1, pikë kryesore 2, pikë kryesore 3
dhe mbyllje. Se e bëj me 3, sepse 3 pikat kryesore janë të mjaftueshme që ti të nxjerrësh të tërë thelbin e temës që do të trajtosh. Çdo gjë tjetër është e tepërt dhe audienca kalon në mbilodhje. Ti mund të flasësh shumë, por fokusi i audiencës tënde ka ikur, është larguar që aty. Tu që ajo që duhet bësh është brenda 3 pikave, brenda 3 pikave, 3 çështjeve, ti duhet të kesh nxjerr të tërë çështjen e madhe që do trajtosh, tërë temën, duhet të ketë 3 çështje kryesore. Një temë duhet të ketë 3 pika kryesore. Fillojmë. Hyrja. Ti prezanton veten dhe qëllimin pse je aty. Prezantimi i vetes është gjithmonë i rëndësishëm sepse jo të gjithë kanë qenë në prezantimet e tua të mëparshme, jo të gjithë kanë patur mundësinë të njohin nga rrjetet sociale, jo të gjithë e dinë se kush je ti. Qëllimi i prezantimit duhet për shkak se ndoshta unë kam ardhur dhe jam bërë pjesë e audiencës tënde, kam ardhur kur e them kam ardhur e kam fjalën fizikisht ose online, nuk ka rëndësi, e tërhequr nga një fjalë që më ka thënë një shoqe, një mik për ty. Pra unë nuk e di kush je ti dhe për çfarë do flasësh ti. Ti duhet të më sqarosh se çfarë dua unë të dëgjoj, çfarë ti po më ofron të dëgjoj gjatë gjithë kësaj ore, kësaj kohe që ti do prezantosh. Pika kryesore 1 është informacion thelbësor, i ndarë qartë vizualisht. Po flasim për prezantim në pjesën vizuale, prezantimi është vizuale, i ndarë i qartë vizualisht. Pjesën që ti nuk e ke shprehur vizualisht do ta mbushësh me fjalët e tua. Ti nuk do lexosh prezantimin. Pikat që do vendosësh në slajde nuk janë ato që do lexosh, ti do t'i thuash dhe pastaj ato pikat ti do i shtjellosh me fjalët e tua. Ti je vet, pra prezantimi së bashku me ty janë të lidhur, ta bashkëpunojnë. Ti nuk je ndar nga prezantimi, as prezantimi nga ty. Jeni të dy bashk dhe ajo çfarë nuk është thënë vizualisht do thuhet nga ty vet që je duke prezantuar pikërisht këtë punim. Do ketë pika e dytë, shembuj konkret. Ke sqaruar diçka në pjesën e parë, pra në pikën e parë të informacionit, ku është informacioni i qartë, thelbësor, do japësh shembuj konkret, jo të gjithë e kuptojnë pjesën teorike ose informacionin bazë. Do japësh shembuj me grafik, ilustrime. Pra çfarë do të përmbaj pika e dytë, pjesa e dytë e prezantimit tënd? Vizualisht do përmbaj grafik, ilustrime, ose ndoshta dhe situata të krijuara me foto, ndoshta me element të tjerë. Pastaj vazhdojmë në pjesën e tretë. Pjesa e tretë është një përforcim i mesazhit, pra informacioni që ke dhënë lart, së bashku me grafikët këtu i bën bashkë dhe i lidh me njëri tjetrin, i lidh, kështu. Ti e lidh dhe i përforcon të gjithë mesazhin dhe më pasi ja ke bërë dhe një herë të qartë të gjithë atë çfarë ke thënë në fillim, bën thirrje për veprim, ndoshta i çon te kursi jot, ndoshta i çon diku tjetër, nuk e di pjesën se ku do t'i çosh, te website-i, te një konsult, ose te një produkt që do shesësh, ose nuk i çon as gjikundi në këto për të shitur, por thjesht i lejon të të qëndrojnë tek ty për të vazhduar më tej te ky kanal, për shembull që të vazhdojnë të marrin informacion të mëtejshëm nëpërmjet këtij kanali. Pra, jep një përfundim, por do t'ja japësh kur flas për përfundim, do t'ja japësh përfundimin vizual. Ti do shkruash një thirrje për veprim, o qëndroni këtu. Ose e gjithë kjo që u trajtua bë një rezume me një quote, bë me një shprehje, ose bë përfundimin tënd nga gjithë ky informacion që ke dhënë, me shembuj dhe me literaturë. Dhe në fund, mbyllja që kjo strukturë, pavarësisht temës që do trajtoni, kjo strukturë është fikse. Mbyllja është falënderim, mbyllja ka pyetje
dhe kontaktet që do i lani në fund në mënyrë që njerëzit ju gjejnë, audienca juaj të gjejnë dhe të kontaktoj. Hymë më në brendësi, këshilla për secilin slide. Këshilla për dizajnin e slajdeve në Canva. Kjo ishte struktura. Kjo strukturë nuk është më shumë se 10 deri maksimumi 15 slajde, mos u zgjasnim tepër, por 10 slajde janë shumë në rregull për të nxjerrë thelbin e çështjes. Qofse juve do e përdorni interaktivitetin tuaj me prezantimin, domethënë ju të flisni dhe jo të lexoni prezantimin. Po ta keni me sa më shumë figura, mund të bëni edhe më shumë slajde, edhe 15. Por nëse ju keni vendosur ta trajtoni prezantimin me më shumë tekst, atëherë 10 slajde janë më mirë të mjaftueshme dhe ju do ta plotësoni vetë. Duke mos lexuar e theksoj, mos lexoni slajdin. Por çfarë është në slajd, shtjellojeni me fjalët tuaja. Atëherë, filloj me këshillat. Një ide për slajd. Çfarë ide kemi për slajd? Mos mbush slajdin me shumë tekst. Por do respektoni të lloj rregulli. Rregulli pa shkruar. Një slajd, një mendim. Jo një slajd dhe 5 mendime. Dhe të ky mendimi më shumë përdorni fjalë kyçe, jo fjali të plota. Atëherë, e para kush ishte? Mos mbush slajdin me shumë tekst. Pika e dytë, hierarkia vizuale, dhe ju do thoni përsëri me këtë hierarkinë vizuale, sidomos të prezantimit dhe të karuselët, po i marr gjithmonë po i mbaj në të njëjtën linjë, sepse është pak a shumë e njëjta hierarki ose mënyrë për krijimin. Kur krijoni prezantim, është pak a shumë thuajse e njëjta gjë që krijoni dhe pjesën e karuseleve për Instagram. Prandaj, hierarkia vizuale është shumë e rëndësishme. Tekst i madh dhe tekst mbështetës, jo prapë i madh, më i vogël. Normal që duhet pak më i vogël që të kuptohet titulli nga teksti paragraf. Dhe një ose dy imazhe ose ikona për ta ilustruar, por jo të dominojnë. Okej. Atëherë, një ide për slide, një ide ishte një slide, një mendim, mos e mbush me tekst dhe hierarkinë vizuale. Vazhdojmë pjesën tjetër që është ngjyra dhe kontrasti. Do të zgjidhni një palet ngjyrash kur prezantoni. Dhe nëse nuk keni një biznes, dhe nëse nuk keni një identitet vizual. Ky prezantimi duhet ketë një palet ngjyrash, duhet të ndërtohet mbi një palet ngjyrash, jo mbi ngjyra varet çfarë ju vjen ju në moment dhe ju pëlqejnë. Jo. Zgjidh një palet ngjyrash që të përfaqëson kur nuk ke biznes të përfaqësoj ty të paktën, po duhet një palet ngjyrash. Dhe kujdes me kontrastin. Teksti i errët mbi kjo fleta duhet jetë e bardhë. Në mos e bardhë, e çelët. Shkrim i bardhë në tekst, shkrim i bardhë në sfond të errët. Shmang përdorimin e shumë ngjyrave. 3 deri në 4 ngjyra janë të mjaftueshme. Ndoshta ti paletën e kemi 7 ngjyra, siç e kemi, domethënë çdo gjë që krijohet ka një rregull. Dhe rregulli thot 5 deri në 7 ngjyra është paleta e krijuar, por jo të gjitha këto ngjyra të paletës do të përdoren në një prezantim. Prandaj 3 ngjyra deri në 4 janë të mjaftueshme. Dhe pika e fundit, këshilla e fundit, por jo më pak e rëndësishme, është lexueshmëria. Kjo direkt ka të bëjë me fontet. Do zgjidhni, sidomos për prezantime, ose eksperimentoni shumë. Një font të thjeshtë, profesional. Jeni shumë mirë. Përdor jo më shumë se 2 lloje fontesh, pra hierarkia vizuale thot që brendi yt duhet të ketë të paktën 3 lloje fontesh të ndryshme, por në një prezantim mjaftojnë 2 lloje fontesh, një për titull, një për tekst, të ndara ndryshe,
dhe jeni shumë në rregull. Prezantimi juaj është i kuptueshëm, i lexueshëm, i thjeshtë dhe profesional. Dhe mbaj të paktën për masat e lexueshme nga larg. Çfarë dua të them me këtë? E ke bërë prezantimin. Hape në ekran të madh në preview dhe përpiqu të shkosh pak më larg dhe të shohësh se si duket. Bëj prova, këtu të them që hape në preview dhe bëj prova. A duket hape dhe nëse je online, nëse je në vend, duhet shkosh dhe ta hapësh me projektor. A duket tek ai personi që do jetë audiencë atje në fund të sallës, ndërsa në qoftë se je në online, duke e dhënë prezantimin duke e shfaqur online, atëherë hape në preview dhe shiko se si duket prezantimi jot dhe a lexohet nga persona të tjerë që të paktën mund të jetë në distancën ndoshta 40 cm, 60 cm, shikoje pak këtë pjesë. Është shumë e rëndësishme që teksti duhet jetë i lexueshëm. Dhe që të jetë i lexueshëm, një sekret, duhet të paktën të jetë 24 madhësia e tekstit. Nëse po e krijon këtë prezantim në Canva, duhet ta ketë fonti madhësinë 24, jo më pak, sepse nuk lexohet. Për prezantimet të paktën 24, për tekstin paragraf, jo tekstin titull, mos i ngatroni, janë të ndara. Çfarë do përdorni nga elementet vizuale? Janë shumë të rëndësishme elementet vizuale dhe duhet që të përdorni, sepse Canva i ofron dhe pse t'i lini pa i përdorur, dhe sidomos në prezantime, ju duhet të përdorni ikonat, grafikët e animuara, fotot, por jo çdo lloj foto me cilësi të lartë dhe mund të përdorni grafik charts. Për çfarë duhet i përdorni? Okej, do i përdorni, jeni dakord që do i përdorni, por për çfarë? Për të vizualizuar informacionin. Pra, këto grafikët, këto ikonat, këto fotot nuk duhet të jenë sepse ty të pëlqejnë, por duhet të jenë se to e tregojnë vizualisht informacionin që ke dhënë te slajdi paraprak. Prandaj, ti nuk duhet t'u thuash njerëzve një sekret tjetër. Nuk duhet të thuash, po, unë do a tregoj me një imazh këtë. Imazhi duhet jetë aty dhe ata direkt audienca jote e vizualizon sepse e ka parë dhe e krijon në kokë atë informacionin që ti po kërkon t'ua japësh, sepse ti po a jep ndërkohë, po e thua me fjalë, e ke shkruar me tekst dhe bri ata kanë dhe imazhin që tregon pikërisht këtë që ti po kërkon të shprehësh. Truke të vogla që bëjnë diferencë të madhe. Disa truke përdorni rrjetat dhe kornizat. Në këtë mënyrë, gjithçka organizohen në mënyrë të pastër. Ti me anë të gridave dhe frames, organizon fotot në mënyrë të pastër. Dhe pastërtia është gjithmonë tërheqëse për prezantimet. Çfarë mund të bësh tjetër? Një truk tjetër është përdorimi i animacioneve. Animacionet që kalojnë nga një slajd në tjetrin. Animacionet që ndryshe janë lëvizjet që ti mund të përdorësh, lëvizjet e bukura të këndshme që Canva i ofron dhe mund t'i shtosh pikërisht midis dy slajdeve, ndihmojnë audiencën të çlodhet dhe ta presin me kënaqësi dhe mos të krijohet monotoni tek njerëzit që janë duke e ndjekur prezantimin tënd, por ta çlodhen nga ai animacioni dhe janë përsëri fokusuar për të parë çfarë po fshihet dhe çfarë të presin tek slajdi tjetër. Gjithashtu, jo çdo slajd të ketë një stil tjetër. Ndoshta ty të duket që, po, unë dua ta bëj, që ta bëj sa më modern, jo, nuk sjell këtë impakt. Prezantimi duhet ketë stil të qëndrueshëm. Më pas, në fund, siç e thash,
Canva ofron edhe mundësinë sepse ky prezantimi do bëhet live ose do merret dhe të çohet diku tjetër për të patur mundësinë që ta prezantoni. Atëherë, prezantohet live direkt nga platforma dhe kërkohet në PDF ose në PowerPoint, material PowerPoint. Ose ndani linkun dhe bashkëpunoni me kolegët. Se si mund t'i organizoni, mund të krijoni të gjitha këto, ne i trajtojmë në kursin 12 mujor, pra një vit me mua, për të mësuar të gjitha mënyrat se si ndiqen hap pas hapi për të arritur deri te krijimi i një prezantimi dhe jo vetëm kaq, por çdo lloj materiali që mund të krijohet, materiali digital që mund të krijohet në Canva. Sepse siç e thash, Canva nuk është vetëm për të krijuar postime të bukura në Instagram. Një shembull praktik, një webinar, ti do të krijosh një webinar dhe të duhet një prezantim. Atëherë, po ju jap një shembull. Për shembull është 5 gabimet më të zakonshme në dizajnin grafik. Çfarë mund të bësh? Mund ta bëjmë me 7 slajde. Slajdi i parë kemi titullin dhe një foto të heqjes. Slajdi i dytë kemi nga një gabim, më thënë slajdi 2 deri te slajdi 6, nga një gabim për çdo slajd, ka një gabim sepse kemi titullin 5 gabimet më të zakonshme në dizajnin grafik, vendosim nga një gabim për çdo slajd dhe shoqërojmë me ikonë dhe shembull vizual. Dhe në fund, në slajdin fundit kemi call to action. Këtë lloj ose thjesht më ndiq për më shumë këshilla në faqen që mund t'jetë Diellzo Angel për shembull, ose bëj subscribe këtu në mënyrë që të shikosh videot e radhës, episodët e radhës të rubrikës Mua më quajnë qartësi. Të duhet të aplikoni dhe ju këtë lloj zhvillimi, krijimi digital në këtë lloj linje, ju mund ta krijoni dhe mund ta përdorni edhe për postimet karusel në Instagram. Është shumë interesante ta bëni me pak 1, 2, 3, 4, 5, do me thënë një titull, 5 këshilla, 5 gabime dhe në fund thjesht call to action, thirrjen për veprim. Gjithçka do jetë shumë e thjesht dhe më shumë duhet ketë hapësirë bosh. E kemi thënë që hapësira negative nuk është negative, por të ndihmon, është pozitive dhe teksti do jetë minimal. Kjo është një lloj prezantimi i thjesht për webinar. Atëherë, siç e kemi thënë, prezantimi nuk është të lexosh, është më shumë se sa të lexosh slajdet. Është një moment kur bashkohet mesazhi, struktura dhe dizajni bashkohen për të lënë një impakt tek audienca. Dhe ajo që duhet të theksoj është që kur ti e përdor platformën e Canvas për të krijuar me qartësi dhe qëllim, nuk krijon vetëm slajde, i krijon përvojë. Ndaj thirrje për ju sot, për ty, është që të krijosh një mini prezantim. Të krijosh një mini prezantim dhe të bësh një webinar të vogël, të shkurtër, ose të paktën të krijosh një Instagram karusel, një karusel për Instagram, të paktën me 5 slajde prezantimi ose me 7 gjithsej, një karusel, karuseli mund ta bësh dhe më të zgjeruar me më shumë slajde dhe me një temë që ti e trajton në nishën tënde. Dhe mos harroni të na bëni neve tag. Bëni Diellzo Angel tag, që ne të kuptojmë që ju e keni parë të gjithë këtë në rubrikë, episod në rubrikës tonë Mua më quajnë qartësi, dhe keni arritur të krijoni në bazë të këshillave tona një prezantim të shkurtër ose një Instagram post të frymëzuar nga ne. Mos harro, të lutem mos harro që qartësia është më e fuqishme se dekori.
Ti mund të bësh një dekor shumë të bukur, por pa qartësi nuk lejon që të transmetohet dhe të kesh një impakt të transmetohet mesazhi dhe një imazh i mirë të impaktohet tek audienca jote. Ju falenderoj dhe vazhdoni të na ndiqni se në episodin e radhës do trajtojmë tema akoma më të bukura në bazë të pyetjeve që ju keni bërë, në bazë të eksperiencës që kam patur me studentët e mi në trajnimet që zhvilloj për Canva, për dizajnin me anë të platformës Canva dhe për çdo gjë që kam hasur vetë si vështirësi ose si problematik gjatë punës time profesionale me dizajnin dhe krijimin e produkteve digjitale. Ju falenderoj.